Vizatimi si gjuha më e sinqertë e shpirtit është në qendër të ekspozitës më të re të artistit Gazmend Leka e titulluar Magjia e vizatimit e çelur në Galerinë e Arteve në Shkodër. Përmes një cikli veprash të realizuara ndër vite, artisti fton publikun në një udhtim të thellë introspektiv ku vjen dhe shndërrohet vija në një dëshmi të mendimit, kujtesës dhe emocioneve. Frymëzimi i kësaj ekspozite lidhet me një përjetim të hershëm të Lekës në Muzeun e Luvrit përballë vizatimeve të Leonardo da Vinçit. Pikërisht aty lindi bindja se vizatimi nuk është thjesht një etapë përgatitore drejt pikturës, por një vepër e plotë në vetvete, ku shfaqet më qartë procesi krijues dhe e vërteta e artistit. Vizatimi është domosdoshmë tamam struktura, si më thënë, e krijimit. Është shumë interesante, nuk du me fsheh që kur ndërtova projektin për të bërë një ekspozit, sigurisht, unë e bëj vazhdimisht në Fakultetin e Arteve, gjithmonë kam pasur në mendje galerinë e Shkodrës dhe të Fierit. Janë galeri të cilat nuk të ofrojnë vetëm murin edhe gozhën për të varë pikturat. Vinë në një vend që duhet me marrë të mirë, pasi ka një publik nuk janë banorë dhe i qytetit, por janë banorë dhe i kryeqytetit të artit. Mund të them që kjo ekspozitë është një garë, një qinç, një vrap 100 të një maratoni 40 vjeçare që kam bërë unë. Ka shumë piktura të cilat i kam bërë gjatë viteve, që këtu janë ribërë, ripërkthyer, domethënë në një me lapsin në sepja dhe edhe karbon. Profesor Gazi ka nisur karrierën e tij nëpërmjet vizatimit dhe sot e kësaj dite ai përcjell nëpërmjet vizatimit gjithë karrierën e vet, gjithë krijimtarinë e vet. Gati atë krijimtari të shtrirë në 4 dekada, gjithë personazhet që kanë shoqëruar atë në udhimin e tij viziv, përcillen nëpërmjet gjurmës lapse. Dhe ky është një emocion shumë i veçantë. Pra duket jo vetëm një ekspozit vizatimi, por është një ekspozit jete e një prej krijuesve më të rëndësishëm të artit shqiptar. Këtu sonte kemi 80 vizatime. Zakonisht për një event siç është salloni i vjesht bëhen diku 80-90 autorë që vinë. Dhe ne s'patëm mundësi mi dhanë edhe një makinë tjetër përsëri si do sillte edhe një 20 sa të tjera. Dhe përfunduam këtu. Por për tregu fuqinë e punës, për tregu fuqinë krijuese, po të njëjtën kohë për tregu edhe shembullin se sa vështirë është rruga e artit dhe çfarë sakrificet duhet. Leka e pranon se tensioni që ka Shqipëria ndikon tek krijimtaria e tij, që vjen e impostuar në punimet e prezantuara. Unë jam shumë i lidhur domthonë me atë tensionin e madh që ka Shqipëria. Shqipëria nuk është një vend i qetë, një vend ku ti mund të kalosh domthonë jeta jote të jetë një pushim i madh, por ka shumë tensione dhe unë shoh, ose e kam vëre që mbas kaq vite piktura ime e ka tensionin e Shqipërisë, nuk e ka 1-1, domthonë realitetin, po e ka të përkthyer, e ka të impostuar. E këto në këto figurat që unë pasqyroj. Dhe jo më kot këtu janë figurat të cilët vinë edhe nga mitologjia, po vinë edhe nga si më thënë, përjetimi i përditshëm. Përmes figurave, formave dhe motiveve që rikthehen vazhdimisht në krijimtarinë e tij, Gazmend Leka ndërton një dialog me kujtesën dhe të kaluarën, duke e parë përsëritjen jo si nostalgji, por si një proces riformësimi dhe rizbulimi. Magjia e vizatimit nuk paraqet vetëm një koleksion veprash artistike, por dhe një reflektim filozofik mbi natyrën e krijimit, duke ftuar vizitorin të ndalet përballë vijës, të shohë përtej figurës dhe të zbulojë ato që nuk mund të thuhet me fjalë.